Në kodër të emisioneve të muajit Ramazan, përikthehemi edhe me një epizod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi Hoxhën Dr. Sedat Islami, me të cilin do të diskutojmë për temën fenomenet negative në shoqëri dhe çështja e fesë karshi tyre. Hoxh, faleminderit që pranove ftesën edhe erdhët e na. Faleminderit për ftesën që më keni bashkë në si. Hoxh, shumë veprime që dikur janë po turp edhe haram në shoqëri, edhe për njerëzve fetor, po dhe aty në jo fetor, sot nuk po llogariten të tilla. Pse ndodh kjo? A dini një shkak që mëni me interpretu? Fatkeqësisht kjo përmbysje e vlerave është e paralajmëruar edhe në tekstet fetare, edhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, kur flitet për kohën e fundit, përmendet se si disa prej atyre vlerave që dikur kanë qenë mesin e shoqërisë, vinë duke u zbehur edhe duke u përmbysur, për shembull besnikëria. Më nuk është se i zihet besni njeriu që ka qenë dikur i sinqert, mirë po tash fatkeqësisht besi zihet dikujt që është mashtrues. Pra kemi të bëjmë me një lloj përmbysje të vlerave, por ajo që duhet ta kemi të qartë dhe parasysh është se pavarësisht nëse kjo është gjendja, ky është realiteti, ajo që ka qenë dikur haram dhe ndaluar mbetet e tillë deri në kiamet. Madje edhe nëse të gjithë njerëzit do ta veprojnë atë. Për arsye se siç e keni parasysh, ai që është ligjvënës, ai që cakton se çfarë është e lejuar dhe çfarë është e ndaluar, është Allahu i madhruar. Mirë po, ne po vrejmë që ky është, si them, një problem jo vetëm fetar, por është edhe problem shoqëror. Pasi që ne edhe si popull kemi tradita, kemi kulturë, kemi, si them, një mozaik të vlerave që na kanë dalluar prej tjerëve, besa, mikpritja, diçka për çka na jemi dalluar për të mirë. Mirë po që sot e vrejmë fatkeqësisht që mungojnë këto vlera. Për shembull, përkushtimi për tjetrin, përkushtimi për fëmijën, përkushtimi madje për të afërmit. Sot vrejmë që nuk po them se ka një shkputje aktive të marrëdhënieve. Mirë po ka një shkputje pasive. Për shembull, ne jemi të afërm dhe vizitohemi vetëm në raste mortore ose ndonjëherë për festa ose në ndonjë gëzim ose mirë po jo që ka qenë dikur, pra që ne kemi vizita të shpeshta, të interesohemi për njëri tjetrin. Kjo fatkeqësisht po ndodh në presionin e kësaj dinamikës moderne kur gjithçka jo vetëm ushqimi, por edhe morale, edhe sjelljet, edhe kultura është bërë kjo e tipit fast food, pra që gjithçka servohet shpejt dhe në esencë në thelb nuk është se ka diçka me vlerë. Po, fokus jonë sot ka me konë rinia më shumë. Rinia sot Hoxh më shumë se kur ndihen bosh, edhe nuk kanë qëllime në jetë. Edhe pse në anën tjetër, domethënë e kanë lirin bilet të tepërt, madje edhe gjendjen materiale e kanë më të mirë se kur. Interpretimin tanë, pse ndodh kjo dhe cila është zgjidhja? Kështu që e thatë edhe jo. Do thot, nëse ne sot ndalemi dhe i shikojmë mundësitë cilat ekzistojnë, janë mundësitë që nuk kanë qenë kur më parë. Jo vetëm koha, jo vetëm mundësitë, por tani më kanë në dispozicion çdo gjë që ju duhet. Por fatkeqësisht e vrejmë këtë boshllok ndoshta për shumë arsye. E para se në jetën e tyre nuk kanë një model. Nuk kanë një model të mirëfillt. Kanë modele, mirë po modele të shtrembruara. Për shembull, ne e ndjekim profetin Muhammed, e kemi model, e kemi shembull. I ndjekim profetët e Zotit ashtu siç Zoti na ka urdhëruar që t'i ndjekim. Ndërsa të rinjtë e sotët kanë modele njerëz që dallojnë më shumë për antivlera, këngëtar, artist, pra njerëz që nëse sa do pak merresh me jetën e tyre private, e kupton sa të zbrazët janë. Dhe dikur që është i zbrazët, nuk ka çfarë të ofroj për tjetrin. Kjo ndodh ndoshta edhe për faktin se besimi, se them, tek një pjesë e rinisë është për t'u lëvduar. Ne i vrejmë që kemi gjithnjë më shumë të rinj që në bashkangjiten, që i kthehen fesë, që madje edhe për një laik në sytë e tij, ne e vrejmë që kanë një konsiderat, kanë një menjohje për shkak se në momentin që i kthehet fesë jeta e tij,
bëhet më disiplinuar, më e rregullt. Ndërsa tek pjesa tjetër, momentin që mungon besimi, momentin që mungojnë mësimet fetare, ne e vrejmë këtë çorientim. Pra është një, si thua, është mes të asgjëje, për faktin se Zoti në Kur'an përmend që besimi është adresa, është orientimi, është caku, është pika ku ne pavarësisht se kudo që sillemi arrim prapë tek besimi. Siç ka thënë Zoti në Kur'an, nuk I kam krijuar gjinët dhe njerëzit patjetër vetëm se që të më adhurojnë. Prandaj sa herë që iket prej besimit, sa herë që iket prej kësaj të vërtete jetësore, prej kësaj të vërtete ekzistenciale, pra ne jemi krijuar, ekzistenca jonë është për të shërbyer këtij qëllimi, çdo herë vrejmë këtë çorientim, të cilin Zoti e ka quajtur në Kur'an dank. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ata njerëz që I shmangen rrugës time, ata njerëz që nuk bëjnë jetë sipas mënyrës që unë ju kam mësuar, ata do të kenë një lloj jete që quhet dank. Dank me përkthy shqip I bjen mjerim, pra si fjalë, ndërsa si koncept nënkupton një jetë të zbrazët, një jetë larg mësimeve të Zotit, një jetë e cila është interesante se ndoshta në kuptim të jashtëm nuk duket. Pra ne jemi dëshmitar që vrejmë këngëtare, artist të shumë që marrin foto, dalin para publikut, duken të buzëqeshur, ndërsa dëgjoj më vonë që të njëjtit kanë bërë vetvrasje. Për faktin se ajo që duket jashtë, në fakt është më shumë mashtrim. Është se thua një lloj fasade, një lloj aktrimi për diçka që në vërtet ata nuk e kanë. Pra, ajo që e kanë zemrën e tyre, ajo është e kundërt e asaj që e shfaqin. Prandaj sa herë që mungon besimi, mungon edhe orientimi në jetë. Dhe e dyta, për shkak se ne kemi keq kuptuar rolin ton në shoqëri. Feja kërkon prej nesh të mos jemi besimtar pasiv. Pra nëse jam besimtar, jam në rrugën e Zotit. Por a mjafton kjo? Natyrisht se jo. Pse? Për arsye se Muhamedi alayhis salam ka treguar që vlera ime, vlera jote dhe vlera e secilit besimtar matet me angazhimin e tij në shoqëri. Është pyetur për besimtarin më të mirë, ka thënë më I dobishmi për të tjerët. Pra, ai që falet për veten e tij. Ai që agjeron për veten e tij. Ai që ndihmon të tjerët, pra dora e tij, veprimtaria e tij, mirësia e tij është thrirë edhe jashtë tij. Prandaj ky angazhim që ne kemi në shoqëri, angazhimi aktiv dhe I dobishëm, e tregon edhe çastjen tonë. Dhe fatkeqësisht ne I gjejmë të trinj që përderisa nuk janë të edukuar me mësimet fetare, interesimi për tjetrin, ose ndarja e kohës për tjetrin, ose angazhimi për të mirën e tjetrit, konsiderohet humbje e kohë. Prandaj janë në këtë humbje morale ku janë. Po, hoxhë qysh e potencuat edhe jo, model janë shumë influencer tash të rrjeteve sociale, edhe rrjetet sociale janë më të përdorura se kur më parë. Ajo është një sprove kohës moderne, domethënë rrjetet sociale, të e pos parasysh këtë fakt. Sigurisht se po, mirë po ne gjithmonë duhet të jemi korrekt. Rrjetet sociale kanë anën e tyre pozitive. Mirë po, për shkak se ajo hapësira që ofrojnë edhe për anë negative, është më e madhe, e madje shfrytëzohet fatkeqësisht edhe për më shumë, prandaj ne gjithnjë e më shumë vrejmë që ndikohem prej njerëzve që ndoshta ne në fakultete, në xhami, në shkolla, nuk e kemi atë ndikim çfarë tazëm mund ta ketë dikush që prej shtëpisë së tij bën një emision të cilin e përcjellin me qindra fëmijë. Fatkeqësisht ata ndikohen prej fjalorit të tij, ndikohen prej sjelljeve të tij, prandaj ne I vrejmë që I përdorin ato fjalë, ato shprehi edhe me prindrit e tyre, edhe me shoqërinë e tyre, dhe sigurisht se një kontroll do të ishte shumë e nevojshme. Besoj që ju si gazetar tani më veç e keni parë që disa shtete, Australia së fundmi, Spanja, kanë ndërmarrë masa ligjore që ta reduktojnë ose ta kufizojnë, them kështu më mirë,
moshën e qasjes në rrjetet sociale, nga se janë vërtet duke u bërë viktima, ndoshta edhe pa vetdije, prej njerëzve të tillë që ne nuk e dimë se kush janë, çfarë vlerash përfaqësojnë. Prandaj mendoj që rrjetet sociale e kanë ndikimin për të keq të jetë të madh. Një fenomen tjetër Hoxh është shkurërzimi i madh, domethënë shumë çifte po shkojnë drejt divorceve. Në anën tjetër kena edhe njerëz, burra e grotë që refuzojnë me u martu, që shtyn martesën ose refuzojnë komplet ato. Janë dy probleme që janë të jetë shqetësuese. E para kjo e divorcit dhe e dyta shtyrja e martesës ose një fenomen që tani më është duke u diskutuar gjerësisht në qarqet ndryshme, fenomeni i lëneshave, pra i atyre femrave që ju kalon koha rregullt e martesës. Sigurisht se kjo vret te meshkujt, por tek gjinia femërore ka pasojat më të mëdha. Mendoj se i përket divorcit ka shumë shkaqe. Mirë po, nëse ndalemi dhe i vrejmë disa statistika, besoj se ato na orientojnë drejt një shkallku që është mbas edhe kryesor. Është për të shqetësuar se pjesa dërmuese e shkurërzimeve ndodhin pikërisht në vitin e parë të martesës. Që nënkupton se përderisa ndodh në vitin e parë të martesës, atëherë problemi është tek koncepti, mënyra se si kanë konceptuar, si kanë perceptuar martesën. Në fe, martesa konsiderohet që pas besimit është lidhja më e fuqishme, absolutisht, që ndodh ndërmjet njerëzve. Nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë kontratë, diçka të tillë që e ka peshën qysh e ka martesa. Prandaj kur disa të rinj i qasin martesës duke qenë pa përgatitur për sfidat që i pret, nga se jeta martesore nuk është prallë, nuk është ëndër, është një realitet në cilin ka batica dhe zbatica, ka ditë të bardha, ditë të zeza, ka të mira, ka të këqija. Prandaj nëse se mungon një parapërgatitje, ndodh kjo. Pra në momentin e parë që humbaj perceptimi prallor për martesën dhe ndeshet me të vërtetën, vjen deri tek divorci, deri tek shkurërzimi. Mirë po, nëse më lejon Ardit, mendoj që na duhet të trajtojmë si fenomene, si probleme shoqërore. Ka edhe dy gjëra tjera që janë për të shqetësuar dhe që klasifikohen si shkaqe të rrezikshme sa i përket çështjes së divorcit. Shkaku i parë ka të bëjë me ndërhyrjen e prindërve në jetën e të martuarve, në jetën e çiftit. Fetarisht kërkohet që prindrit veçmas të kenë rol pozitiv. Pra qëllimi i tyre duhet jetë që të bëjnë çmos që të garantohet jetëgjatësia, vazhdimësia e martesës, jo ndarja. Ndërsa ne e vrem që fatkeqësisht prindrit janë ndonjëherë shkak se pse një martesë merr fund. Dhe shkaku tjetër është ndikimi nga ideja feministe. Siç po e vrem fatkeqësisht mesin ton, feminizmi ka filluar që përhapet si ide, përhapet si praktik, pra që shumë femra tani duke u ndikuar prej asaj idesë feministe se duhet të jenë të pavarura nga burri, se burri nuk duhet të ketë ndonjë prani në jetën e saj, prani të fuqishme që në farë forme ta bëjë atë që t'i përmbahet disa rregulla, ose pra me bindje të tilla që ajo duhet ta ketë një lloj lirie të pakurrëzuar, duhet ta ketë burri nuk duhet të ketë asnjë prani në jetën e saj, vihet deri tek shkurëzimi. Pra thjesht për shkak se mendojnë që nuk kam pse t'i përgjigje një burri, nuk kam pse t'i japen llogari një burri, nuk kam pse të bëjnë punët që janë të shtëpisë, nuk kanë. Pra bindje të gabuara për jetën martesore, të cilat sjellën deri tek divorci. Do doja vetëm sa për t'u sqaruar, për shkak se ndonjëherë njerëzit mendojnë që kur ne përmendim feminizmin,
po, unë personalisht jam kundër dhe kam drejt të jem kundër, apo? Kam qëndrimin tim, kam bindjet e mia. Mirë po, nga perspektiva islame, islami kërkon që femra të jetë feministe, në kuptimin e asaj që Zoti ka falë të këtill, dhe imitimi i meshkujve, imitimi i burrave, ndjekja e një mënyre që bie ndesh me natyrën e saj femrore, nuk do ta quaj feministe, për shkak se tani si term feminizmi ka përmbajtje dhe kuptim tjetër. Mirë po, islami e ruan me ngulm natyrën femrore të femrës. Prandaj konsiderohet prej mëkateve të mëdha që një femër të burzohet, pra të imitoj një mashkull, të duket si një mashkull, flet si një mashkull. Jo, Zoti ka falë mashkull, e ka falë femrën, prandaj që dy duhet që ta luajnë rolin në cilin Zoti i ka falë. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, jeta martesore nuk nënkupton që ti jesh e robruar, e skllavruar, në fakt burri, mashkulli dhe femra ndahen nga familjet dhe krijojnë një familje të re. Dhe në këtë familje që dy kanë përgjegjësi. Mund të jenë të ndara për shkak natyrës përgjegjësitë. Mirë po nuk është se njeri dominon mbi tjetrin, ose gruaja shtypet prej burrit. Është gabim trashënik dhe absolutisht në kundërshtim me mësimet islame, nga se nuk ka dhe një tekst të vetëm, unë i sfidoj të gjithë, që ta gjejnë një tekst të vetëm të cilin bëhet thirrje për dhun ndaj femrës. Përkundrazi, Muhamedi alayhi salatu wassalam fetarin ton e ka kurzuar me mirësjelljen ndaj gruas. Më i miri për jush është më i miri me gruan e vet. Pra, nëse je i mirësjellshëm me gruan, je edhe fetar i mirë. Prandaj konsideroj që feminizmi është si thua një lloj deformimi e idesë së pastër në cilën thret femra për ruajtjen, në cilën thret Islami për ruajtjen e natyrës femrore. Konfliktet janë të pranishme, po besoj në secilin çift bashkëshortor, po qysh mund me unë menaxhu ato, tu bazu domethënë edhe në praktikat e profetike, profetit alayhis salam. Ne veç përmendëm që martesa nuk është se nuk ka probleme, nuk ka çift në botë që nuk kanë probleme. Prandaj është shumë e mundshme që edhe një çift i ri të kenë probleme. Por ajo që duhet ta kenë të qartë, të kthehen prapë edhe tek koncepti, është se lidhja martesore është, si thua, një lloj lidhje e cila nuk është e ngritur mbi parimet teknike, mbi parimet një ortakërie teknike që, për shembull, unë dhe ti mund të kemi një raport tregtar dhe unë të llogaris ty si ortak në tregti për çdo cent të shpenzuar. Në Kur'an, në kapitullin Rum, Allahu ka konsideruar që prej shenjave që dëshmojnë ekzistencën e Zotit, është edhe prehja shpirtërore që ne e gjejmë tek gruaja. Pra gruaja nuk është diçka e keqe, po të kishte qenë e ktill, nuk do të kishte pasur asnjë kuptim që ne ta gjejmë prehjen tek gruaja. Por përderisa Zoti ka bërë të ktill, atëherë ka kërkuar që ndërmjet burrit dhe gruas të ketë mawadda wa rahma, ketë një dashuri të përzier me rahmet, me mëshirë. Pra, një dashuri e cila burrin e bën që ndaj emocionalisht dhimbjet me gruan, problemet me gruan. Pra, diçka që burrin dhe gruan, siç ka ardhur në një ajet tjetër, i bën një lloj mbulese për njëri tjetrin. Burri dhe gruaja janë mbulesë edhe emocionale për njëri tjetrin. I gjenden pranë njëri tjetrit, janë më të afërt me njëri tjetrin se sa me të tjerët. Prandaj duhet ta kemi parasysh këtë. Çështja tjetër në Kur'an dhe në hadithet e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ne gjejmë mësime shumë interesante, të cilat nëse i ndjekim, kanë vërtet një efekt të jashtëzakonshëm zgjidhjen e problemeve. Martesa përderisa është shenjë ekzistimit të Zotit. As edhe një herë të vetme, divorci nuk është zgjidhja e parë. As edhe një herë të vetme.
Divorci është absolutisht zgjidhja e fundit. Madje në fe ka dhe një tekst që është prej atyre gjërave të lejuara por të urryera. Pra, divorci është si thua zgjidhja e fundit. Duhet të ekzistojë për shkak se ndonjëherë jeta nuk mund të vazhdojë në çift. Mirë po, a është zgjidhje primare, a është zgjidhje parimore? Jo. Është zgjidhja e fundit që bëhet. Prandaj në Kur'an gjejmë që Zoti në radhë të parë e urdhëron burrin që ta këshillojë gruan. Dhe këshillimi duhet të jetë në privatësi. Pra, jo ta këshillojmë pranë të tjerëve, jo ta qortoj, nga se mund ta lëndoj. Pastaj nëse gruaja vazhdon me se them sjelljen jo të mirë, është praktik tjetër që t'i bëhet presion psiqik nëpërmjet braktisjes së gjumit bashk, pra të mos e ndajnë njëjtin shtrat. Nëse as kjo nuk jep efekt, atëherë kalohet tek familja. Zoti ka kërkuar që të marrim një njerëz të mençur prej familjes së gruas, një njerëz të mençur prej familjes së burrit, dhe këta të angazhohen që ta bëjnë zgjidhjen e problemit, zgjidhjen e problemit. Ky mekanizëm, nëse mund ta quaj, sipas fesë, nuk ka të drejtë që nuk ka mandat që t'i shkurërzoj. Pra, nuk është se ne po e thirrmë edhe tani po ndahemi, jo. Familjarët kurzohet hakeme min ehlihi wa hakeme min ehliha, njëri të mençur nga familja e burrit dhe njëri të mençur nga familja e gruas, në mënyrë që gjejnë një zgjidhje, jo t'i ndajnë. Pra, të punojnë në mënyrë që martesat vazhdojnë. Po, të ndrojmë pak temën. Hoxha një prej, domethënë, masivizu mosa që e praktikojnë islamin, por një prej problemeve që është se shumë prej tyre, domethënë, e respektojnë ose e praktikojnë islamin rituale, namazat, xhereme të tjerë, por në aspektet e kësaj bote, si në shitblerje, me mbajt fjalën e tjerë, çalojnë pak. Pse ndodh kjo, hoxha? Ndodh për shkak të konceptit gabuar për fetarin. Se ne, për shembull, i merrni ajetet kuranore për adhurimet, do të vreni që adhurimet nuk janë qëllime në vete. Ne pse falemi? A falemi për namazin? Jo. Zoti ka përmendur në Kur'an që inna salate tenha anil fahsha. Anil fahsha wal munkar. Namazi ju largon nga e urryera, nga punët e pista. Pra, qëllimi, synimi i namazit është që neve të na bëj më të mirë, të na largojë nga të këqijat. Agjerimi që ne të bëhemi të devotshëm, zekati që pastrohemi shpirtërisht. Prandaj, kur do herë që shet dikë, i cili vazhdon të kryej këto adhurime, ndërsa në këtë anën tjetër, në raportet me të tjerët çalon, siç po thoni ju, është dëshmi se ky njeri ka problem me mënyrën se si ka kuptuar adhurimin. Adhurimi është filtr. Adhurimi është proces në cilin ne filtrohemi nga dukurit negative. A ka nevojë Zoti që për shembull ne në Ramazan të mos ham? Nëse ne ham të gjithë edhe pim këtë njerëzimi, a është se paksojmë pasurinë e Zotit? Ose nëse ne agjerojmë gjithë, a është se e shtojmë pasurinë e Zotit, e ruajmë pasurinë e Zotit? Jo, këto nuk janë qëllime në vete. Qëllimi është ardhja tek vlerat. Prandaj mendoj që kjo formë e konceptimit të fetarisë, kjo formë e manifestimit të fetarisë është tejet e gabuar. Për faktin se ardhet të përmende çështjen e raporteve, tregtisë, ka një thënie tek të parët se brezi i parë, selefi, pra sahabët, tabiinët, besimtarin e kanë llogaritur tek dinari. Namazi është për ty, agjerimi është për ty. Sa je fetar, vrehet tek raportet që i ke me të tjerët, sa je për shembull i kujdesshëm në shitblerje. Mjafton të përmendim një tekst në cilin Muhamedi alayhis salam ka thënë kush na mashtron në tregti nuk është prej nesh. Pra ai besimtari i cili fal namazin sabah, edhe pastaj del në dyqanin e tij edhe mashtron në peshore, ai është dëshmi se nuk e ka kuptuar fen. Për arsye se feja kërkon që
ne t'jemi madje pjesa më e madhe e jetës sonë është jashtë xhamisë, apo? Dhe nëse ne nuk jemi të mirë këtu, qysh do ta dëshmojmë fetarinë tonë, kur pjesën më të vogël të kohës e kalojmë në xhami. Pejgamberi alayhis salam është pyetur për një grua e cila ka falë namaz, ka xhiruar, madje edhe ka ndihmuar njerëzit. Mirë po, ka pas një problem, një tmet të madhe, për shkak se me gjuhën e saj, i ka ka fy, ka ofendu, ka bërë gjëra që nuk përkojnë me të vërtetat islame. Prandaj, kur është pyetur se cili është gjykimi fetar për këtë grua, ka thënë ai do të jetë në ferr, do të jetë në zjarr të xhehenemit. Nga se testi i fetarisë së saj ka qenë në raportet me tjerët. Dhe përderisa ajo ka dështuar në këtë test, në kupton se ka dështuar edhe në pjesën e adhurimeve. Po. Shumë njerëz largohen nga feja sot jo për shkak që nuk besojnë Zotin, po për shkak të sjelljes së keqe të disa njerëzve. Sa rrezikshme është kjo hoxh? Kjo është padyshim e rrezikshme nga dy aspekte, Ardit. E para, ne jemi të urdhëruar që fen ta prezantojmë në mënyrë të lehtë, të bukur dhe të tërheqëse. Profeti Muhammed alayhis salam e ka qortuar njërin prej shokëve të tij për shkak se e ka zgjatur namazin dhe ka thënë inna minkum munafirin, për jush ka disa që i bëjnë të tjerët të irritohen. Pra, një veprim i imi, një veprim i yti, një veprim i një vlla ose një motre, që bie ndesh me të vërtetat fetare, mund të bëjë që njerëzit të largohen prej fesë. Dhe ne kemi gjunahun pas në dyshim. Mirë po, problemi tjetër qëndron tek këta njerëz që largohen nga feja për shkak të veprimeve të tjerëve. Ne, përsëris prap, jemi detyruar që të jemi fetar të vërtet, të denjë, që feja të reflektoj tek sjelljet tona. Mirë po, ne nuk jemi vetë feja. Feja, nëse më lejon vetëm po e plotësoj, feja është Kurani dhe Suneti. Feja është Zoti dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhis salam. Nëse dikush kërkon një shembull pa tmeta, atëra është Muhamedi alayhis salam. Zoti ka përmendur në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Ju e keni shembullin më të përkryer në të dërguarin e Zotit, në Muhamedin alayhis salam. Prandaj nëse këta njerëz e lidhin fenë e tyre me njerëz, mendoj që është shumë e gabuar. Ne nuk e lidhim fenë për njerëzve, ne e lidhim fenë për Zotit dhe për Kur'anit dhe Sunet. Prandaj këshilla ime do të ishte që po, edhe ne ndihemi keq kur shohim shembuj të tillë, por orientohuni ka Kur'ani që është i pa gabime, orientohuni ka Suneti që është i pa gabime, orientohuni ka Muhamedi alayhis salam në mënyrë që të mos dini para Zotit dhe pastaj të mos keni justifikim. Nga se dalësh para Zotit dhe thuar se unë e kam lënë fenë për shkak se filani ka qenë i keq, është arsyetim i kotë. Humbjet në botën që jetojmë janë të pashmangshme, hoxh, ku shpesh nuk dim çish me reagu me to. Cili do të jetë raporti i besimtarit me humbjet? Në çfarë kuptimi? Humbjet qoftë materiale, hoxh, humb kirrin në vendin e punës. Po, e qartë, sprova. Çashtu. Kuptoni familjar, domethënë. E qartë. Prind, motra, vëllau e tjerë. Sprovat janë pjesë e jetës, janë pjesë madje edhe e besimit. Sprovat ndoshta janë, nëse mund të them kësaj, pjesa më e theksuar e besimtarëve më të dalluar. Muhamedi alayhis salam ka thënë, atë që Zoti e do, e sprovon. Njerëzit më të sprovuar, ka thënë në një rast tjetër, kanë qenë pejgamberët. Pastaj njerëzit sprovohen varësisht nga niveli i besimit. Pra sa më i fortë në besim, sa më e fortë sprova. Sa më i dobët në besim, sa më e dobët sprova. Ajo që neve na takon ta bëjmë Ardit, është që përballë sprovave të jemi të përgatitur me durim. Zoti ka përmendur në Kur'an në kapitullin Bekare, wasta'inu bis-sabri was-sala. Ju ndodhin sprova fatkeqësi, e jo ndihmojeni veten në tejkalimin e tyre me durim dhe namaz.
Pra durimi është si thuash ai hapi, ai ilaçi që ne e marrim në momentin e sprovave dhe i cili na ndihmon që ne të mos rrshasim, mos gabojmë nga se siç e dini jo rrallë ndodh që në momentet të sprovave veç mas të atyre të humbjes së të afërmeve, njerëzit dinë edhe që të lajthisin, pra të thonë fjalë që janë të ndaluara fetarisht dhe të bëjnë gabime gjuna që mund të arrënojnë edhe besimin. Ajo që kisha pas dëshirë të përcjell edhe si mesazh tek shikuesit është se Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka përmbledhur sprovën si në diçka, pra nga fatkeqësia ka krijuar një rast që ne të përfitojmë. E ka përmbledhur sprovën si diçka që është e mirë për besimtarin. Ka thënë, e çuditshme është puna e besimtarit. Dhe kjo i përket vetëm besimtarit. Pra kjo që do ta themi, nuk ka të bëjë me njerëz tjerë. Kjo ka të bëjë vetëm me besimtar. Nëse ndodh një e mirë, falenderon, është mirë për ta, po. Nëse ndodh një e keqe, bën durim, e përdurim, ka shpërblim të pakufishëm. Durimi është vepra e vetme në Kur'an dhe në Sunet, që është përmendur se ka shpërblim të pakufishëm, paskajshëm. Prandaj le të durojmë, nga se nëpërmjet durimit ne jo vetëm që shpërblehemi. Ne adet e shfaqim edhe atë që është pjesë e veprave të zemrës, që ka peshë të jashtëzakonshme fetare, më të madhe se sa namazi dhe adhurimet tjera, është fjala për mendimin e mirë për Zotin. Kur ne durojmë, ne bindemi se pas këtij caktimi të Zotit, fshihet një e mirë, fshihet një urtësi që neve na bën ta tejkalojmë dhimbjen, ta tejkalojmë gjendjen, cilën jemi pra sprovën, duke menduar se ajo që vjen me emrin e Zotit është më e mirë. Cila është frika jote më e madhe, jo në aspekt personal, në aspekt komunitetit, xhamatit, shoqënisë, të shtetit, kombit? Frika ime është më e madhja, duke marrë parasysh zhvillimet edhe politike, edhe shoqërore dhe fetare, mungesa e përcaktimit. Inferioriteti. Ne ardit jemi musliman dhe duhet jemi krenar. Ne jemi shqiptar dhe duhet jemi krenar. Zoti na ka falë të tillë. Pra ne jemi shqiptar dhe mohimi i kësaj nënkupton që të veprosh diç kundër vullnetit të Zotit. Ne jemi musliman dhe besoj që çdo kush që ka marrë parasysh zhvillimet e fundit që ka parë në botën perëndimore, degenerimi, shturja, lejthitja, ose këto skandalet, mega skandalet që po përhapen, që po zbulohen në fakt, e kupton se sa shumë nevojë ka njerëzimi për Islamin. Dhe se ne që jemi në këtë fe, ne vërtet jemi me fat. Prandaj të mos ndihemi keq pse jemi shqiptar, të mos ndihemi keq pse jemi musliman. Nga se si shqiptar kemi besën, kemi traditat, si musliman kemi fen më të mirë, kemi fen që Zoti e ka përzgjedhur për njerëzimin. Prandaj mendoj që nuk duhet të vuajmë nga kjo ndjenja e inferioritetit se tjerët nuk na duan ose mjafton me na dash Zoti. Kuq më shumë se kurrë shumë njerëz janë të lodhur kështu pe jetë, kanë ankth, depresion, numri vetvrasjeve u shtu. Çka këshilloni të ri ose çfarë do moshë qoftë, që është të gjendje tek Zoti. Kthehuni tek Zoti. Do doja, nëse më lejoni ardhët i dashur, që përmend përcjell një thirrje kuranore që Zoti ka bërë për njerëzit mëkatar. Zoti ka thënë në Kur'an kësaj, thuaj atyre të cilët kanë bërë mëkatet e mëdha, që kanë bërë mastraf me gjunahe. La taqnatu min rahmetillah. Mos e humni shpresën në faljen dhe mëshirën e Zotit. Është gabimi më i madh, po i drejtohem veç mas mëkatarëve më të mëdhenj. Është gabimi më i madh që t'i shohin mëkatet e tyre më të mëdha se sa mëshirën e Zotit. Është gabimi më i madh që ta kemi këtë Zot i cili ka në dorë çdo gjë, ka mundësi për çdo gjë,
i cili na ka begatuar me të mira të pa numërta, e pastaj të mendojmë sikur nuk ka zgjidhje për problemin tonë. Prandaj ne përderisa jemi besimtar, përderisa e kemi Zotin, është gabim, është mendim i keq, madje Imam Shafiu e ka përkufizuar kësaj mendimin e keq për Zotin, nëse ne mendojmë se Zoti nuk na bën zgjidhje. Zoti na ka krijuar, Zoti na do dhe sigurisht se na bën zgjidhje. E tëra që duhet bëjmë është të largohemi nga rruga e keqe në rrugën e mirë, të kthehemi Zotit e pastaj befasit prej tij nuk do të mungojnë. Po, kush pasi veç jemi në muajin Ramazan, çka do të thotë një Ramazan i suksesshëm sipas fesë? Një Ramazan i suksesshëm do të thotë që mësimet e Ramazanit të reflektojnë në jetën dhe sjelljet tona. Pse Ramazan është 30 ditë dhe nuk është gjysmore që është namazi, ose haxhi që është për ditë caktuara, 10 ditë dhe pastaj mbaron haxhi. Sigurisht se kjo periudha 30 ditore është që ne të kalojmë në për një shkollë, në për një lloj testimi, e cila synon në nxjerr njëve student të përgatitur për jetën. Pra, në shkollën e Ramazanit ne mësojmë për sinqeritet në raportin me Zotin. Në shkollën e Ramazanit ne mësojmë për tjetrin, e falim namazin bashkarisht, është i vetmi namaz vullnetar që falet me xhamat, teravit. Në shkollën e Ramazanit ne mësojmë për faljen. Nata e Kadrit, Zoti e fal atë që fal. Pra nëse unë e fal dikë që më ka bërë mëkat, që ka bërë ndaj meje ndonjë lëshim, ndonjë gabim, Zoti më fal edhe mua. Ramazani është shkollë në cilën ne mësojmë për dhënien, sadakaja e fitrit. Pra ne edukohemi që karshi Zotit të jemi të sinqert dhe karshi tjetrit të jemi korrekt. Pra për mua një fqin, një jafërm, nuk është një qytetar i thjesht. Është pjesë e imja që unë duhet kujdesem për të. Prandaj një Ramazan i suksesshëm është ai që për tej urisë dhe etjes kalon tek mësimet. Ndryshe Muhamedi alayhi salatu wasallam ka treguar se ka njerëz që nga xherimi i tyre përfitojnë vetëm uri dhe etje. Ata që vazhdojnë të shajnë, të fyejnë, të bëjnë vepra të këqija, të bëjnë gabime, ata në fakt konsiderohen sikur të mos kanë agjëruar fare. Për shkak se ato qëllimet sublime, ato qëllimet fisnike të agjërimit nuk kanë gjetur vend në jetën dhe personalitetin e tyre. Po, hoxhë, ciklin e pyetjeve po mbyllim me xhenetin, cilin na krejtë synojmë, çysh është xheneti, hoxhë? Xheneti është, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, ajo që syre nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe që mendja e njeriu nuk ka mundësi ta imagjinojë. Pra është përtej aftësisë tonë për ta imagjinuar xhenetin. Është kënaqësi, xheneti është mundësia për ta parë Zotin e madhruar. Prandaj nëse asgjë tjetër, do të thotë nuk do të kishte në xhenet, vetëm ky fakt që ne do ta shohim Zotin, mjafton. Mjafton se është mirësia e mirësive. Konsiderohet mirësia absolutisht më e madhe në xhenet që ne ta shohim Zotin atë që na ka krijuar. Hoxhino, në fund të emisionit, falenderoj që pranova ftesën dhe je këtu në studio të Folëdrejtit. Ju falenderoj, unë kënaqësia ishte imja. Nëse keni diçka një mesazh, hapësira është e juaj. Agjerim të lehtë dhe të pranuar për gjithë, u takofshim prapë për të mira.